cila është gjithashtu duke bërë përpjekje, po siç tha edhe kryetari i saj, që janë shumë larg sa i përket marrëveshjes, për shkak se Lidhja Demokratike e Kosovës po kërkon që ta ketë presidentin. Ndërsa e ndëgjuam kryetarin e lëvizjes vetëvendosje ose kryeministrin në detyrë që është duke kërkuar një balancë në bazë të numrit të votave, edhe pse tha nuk duam që të jetë presidenti decidivisht i lëvizjes vetëvendosje, por të gjendet një ftyrë konsensuale. Prapë edhe në fund bëri thirrje me të madhe që të takohen. Domethënë, ai nuk është i interesuar që ta çon vendin në zgjedhje, por është i interesuar që ta gjejë një figurë konsensuale e cila nuk është partijake. Nuk do të thotë që nuk duhet të jetë politike, por nuk është partijake. Dhe mendoj që partitë opozitare duhet ta gjejnë një formulë që të kthehen, nuk është as në nështrim, as nuk është zvoglim i rëndësisë së tyre në qoftë se kthehen në tavolinën e bisedimeve, sepse të gjithë po thirrën që janë duke mbrojtur qytetarët e Kosovës, janë duke mbrojtur kushtetutën, janë duke dashur që Kosova të përparoj, atëherë edhe ata në një moment caktuar duhet që, si themi, të shohim